shikues të dashur të emisionit Pasion e Profesion, siç tashmë e dini, jemi në Republikën Çeke, por kemi ndruar vend nga Praga, kemi ardhur në Karlovy Vary. Dhe këtu bashkë me mua janë Mentor Gaxheri bashkë me Kristofor Avgustinin, me të cilët do të flasim pak për këtë restorant kaq të bukur të tyre, të cilën e kanë këtu tash sa vite në Karlovy Vary, por gjithashtu e ka edhe një emër shumë të mirë, është restorant Pizzeria Venecia. Kristofor dhe Mentor, faleminderit shumë që na pritët këtu. Mirë se u gjetëm. Është një vend shumë i bukur, cilën patëm pak mundësi ta eksplorojmë kështu qytetin, por edhe pizzeria juaj, restoranti është vërtet fantastik, me ushqim shumë të sheshëm. Ju përgëzoj. Flasim pak ndoshta për fillimet e juaja, që sa kohë jeni në Karlovy Vary, pse keni zgjedhur këtë vend, si ka qenë ajo historia deri tek arritja e suksesit që keni këtë restorant kaq mirë. Ne jemi se 30 vite, më shumë se 30 vite në Karlovy Vary. Kemi ardhur në familje, para lufte, kena qelë dugoja me argjentaria, këtu tani pasani na ka ra qelë pizzerien, dhe kena pas pizzerien ndërpart në Karlovy Vary, në Kosovë, në Terizaj, pizzeria Bolero, baba ka pas, Lek Avgustini, tani kena desh me pas pak në qelë jashtë me përtëri. Do të thotë edhe tradit. Si tradit. Ju jeni shok të ngushtë. Po, ngushtë, në nëse 30 vjetë, më shumë se 30 vjetë e në shok. Tash edhe si familje. Familje, vllazën, të thojmë si... Shumë. Po, si e zgjodhët Karlovy Vary? Nuk e kemi zgjodhur na Karlovy Vary, po Karlovy Vary na ka zgjedhur neve, sepse kemi ardhur si gjithë shqiptarët, si kemi ikë në atë kohë, kemi dalë në diasporë. Pra, kemi zgjedhur këtë vend dhe tash jemi se 30 vite, si tha shoku, jemi këtu, tash jemi më shumë se në Kosovë këtu. Po. Po si ka qenë ajo periudha e fillimeve tuaja? Fillimet si gjithë shqiptarët, nxarshme janë, sepse kemi qenë tri shumë, kemi bërë çdo lloj pune. Fillim kemi nisë me argjentar, kemi qenë argjentar, mas një kohë atër kemi nisë me gastronomi, se jemi tash e kësaj dite. Po besoj që me argjentari me erën ende, përveç restorantit. Po na tregoni pak edhe për restorantin. Është një vend shumë i bukur, na keni treguar edhe prapa kamerave që ka edhe një histori që ju e keni blerë këtë restorant dhe keni vendosur që mos me ndrua emrin dhe me vazhdu kështu traditën italiane. A ju ka flejt kjo tradita italiane pak kuzhinës, apo keni mundu edhe mu përshtat? Po, kemi përshtat, se një mos rrethana si kanë qenë, si mbos turistëve, se jemi vend turistik, shumë i madh. Edhe numër një është kuzhina italiane, si që thamë ma herët, kemi kuzhinë çeke, kemi kuzhinë evropiane, si që thamë ma herët, ama lloj-llojshme kuzhinë kemi. Po cila është kuzhina e preferume ndoshta për klientët që vinë këtu, sepse ka shumë turist në këtë vend? Numër një është pizza, pasta, peshku, atëherë kemi, si thash, kuzhinë çeke, lloj-lloj gjellëna çeke si gatujmë, po kemi gjitha. Po ushqimi juaj i preferut personalisht? Personalisht unë jam te peshku edhe te mishu. Kristofor? Gjithashtu te peshku dhe te mishu. Restoranti është më shumë familjar, sepse punoni kështu vetëm familjar. Familje, aqë juaj është në kuzhinë dhe tregona pak sa është e vështirë ndoshta me punu me familjar, apo për juve nuk është? Jo, nuk është e vështirë, për ne është kënaqësi të punojmë me familje, sepse jemi familje, si familje s'ka, kuptohen shumë mirë, kalojmë bukur, kemi edhe lloj njerëzve, punëtorëve të shteteve të ndryshme, ama gjithsej kalojmë shumë bukur, kemi stafin shumë profesional, kalojmë mirë, gjitha e në rregull. Shikues të emisionit Pasion e Profesion kam pas mundësinë me i pa edhe disa receta që i përgatitni ju në këtë restorant. Po të flasim pak edhe për Karlovy Vary, ndoshta. Çka është diçka më e veçantë e këtij vendi që të gjithë ata shikues mund të vinë dhe ta vizitojnë? Karlovy Vary është numër 1, është del burimet nga toka, ujë të nxehtë, është ujë shërus. Ujëra termale, pra, është temperaturat lloj-llojshme, për atë arsye vinë gjithë të
të bojnë këto lloj ujëna të përdorin, këto lloj banjeve, kanë lloj futen edhe në ujë minerale, gjitha plusë minuse ka shumë. Po shqiptar sa vinë këto, sa vinë me vizitu? Për zotin shqiptar nuk e di se jemi qytet i vogël shumë. Po. Qytet i vogël, nuk di sa vim, afër kemi Gjermaninë, ama jemi qytet i vogël, shqiptar ka disa herë vinë nga Shqipëria më shumë, po kemi edhe nga Kosova si vinë, ama ma pak. Po si kishit ftu ata që dëshirojnë me Me ardhë? gjithë zemë mirë se vinë të gjithë. Do shta me ardhë dhe në restorantin e juj, pizzeria Venecia, me ardhë në këtë qytet mësë më ardhë të nash, s'keni po, brëzgjohë, asë gjë s'keni po. Po të flasim do shta pak edhe për komunitetin shqiptar që jeni këtu në këtë vend. A është ndonjë komunitet i madh apo jo? Jemi komunitet Dhe sa jeni të lidhur mes vete? Jemi komunitet shumë i vogël, ama jemi të lidhur mes veti, shumë kalojmë bukur, një ndaj tjetër kemi respekt, jemi familjar gjithë, kalojmë shumë bukur edhe mrekulli është, më konë me një van edhe pas një problemi, gjithmonë jemi shumë të lumtur. Na të regoj Kristofori pak më herët që keni pasur edhe pizzerinë në Ferizaj në Kosovë. A kishit mendu ndonjëherë me ardhë prapë dhe me hapë diçka të ngjashme siç e keni pas? Shumë pas dëshirë, po. Ndoshta në planet e së ardhmës kështu, a mos me zbulu më shumë? Do të qenë edhe atje një. Do të qenë do të jalojmë opet pizzeria Bolero. Sa Që kemi pas. Të kthehemi prapë në fillim, a keni pas ndonjë vështirësi kur keni ardhur për herë të parë këtu si shqiptar? Si u kanë prit? Normal, si çdo emigrant që kemi dalë jashtë Kosovë, kemi pas vështirësi se nuk e njeh gjuhën. Rrethanat janë ndryshme, populli ndryshëm, kultura ndryshëm, ama përgjithsej dhe ta mësoj gjuhën, kemi pas familjen rrethen e mirë, për atë arsye kemi kaluar shumë mirë dhe ma lehtë kemi pas se dikush tjetër shembull. Po, për të gjithë ata, ndoshta që janë edhe të rinj ose më në moshë të dëshirojnë me pas një biznes të tillë, një restorant, cilat kishin me qenë këshillat e juja, ndoshta? Këshillat tona, ai si don me punu, do të me punu shumë punë, si thëmë në atë ditë, për me arrit diçka. Pa punë s'ka, në fillim është shumë i zorshëm për çdo kohë, sepse nuk mundesh me zgjidh punën, ama me kohë, kur të arrit dikon atë mundesh me zgjidh punën, detyrën dhe profesionin tonë, ama fillimi është i zorshëm për çdo kohë. Ama me punë arrit çdo sa. Por ju e keni pas edhe më të lehtë sepse tradit, po besoj. Keni qenë ato ujëra. Po, ma lehtë kemi pas, ma lehtë se ndoshta dikush, ama përgjithsej fillimet janë shumë zorshme. Shumë zorshme. Mentor dhe Kristofor, faleminderit shumë që ishit pjesë e Pasion e Profesion, ishte shumë kënaqësi e madhe të jemi këtu në Karlovy Vary dhe në pizzeria Venecia. Faleminderit, respekt për juve, sukses në emision e gjithat mia që uroj. Faleminderit shumë.